Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në vlog me ne. Ky është një vlog ndryshe nga gjithë të tjerët. Ne tani ndodhemi në aeroport edhe do të ikim në Itali tek nëna me Daja. Sapo kemi bërë check-in-in edhe të gjitha kontrollet edhe po presim që të niset avioni. Edhe Rani vërziti qik, po s'ka gjë se neve nuk do rrim shumë, një javë do rrim. Duke shumë të vjarë. Nuk e shumë, në 6 ditë do rrim, do të babi pra. Shpirti. Do të ka marrë babi. Po. U bën më shumë se një javë që unë kisha prerë biletat, por Roani nuk e dinte dhe gjithashtu as Daja ku ne po shkojmë nuk e di as kush, pse po vjen aty. Po, dhe po thoja që nuk e dim sepse kemi vendosur t'ja bëjmë surprizë dhe unë tani do ju lë këtu një video në momentin që kam prerë biletat dhe kush ka qenë reagimi im në ato momente. Haj njerëz, mirëmëngjesi. Është ora 8:03, është ditë e mërkur edhe unë po iki në punë. Nuk di se si t'ju shpjegoj, por jam gati duke qarë. Sapo kam prerë biletën për në Itali. E kjo video do dalë mbasi unë të kem shkuar atje. Ndoshta do kemi edhe vlogjet e tjera para kësaj, por jam shumë excited dhe jam shumë e lumtur. Dhe nuk e di as kush këtë gjë që unë kam bërë, nuk e di as mami, as motra, as vëllezrit, as burri, nuk e di vetëm unë për momentin. Sa po e bëra këtë gafë kur po pija kafe në mëngjesit. E vendosa, e preva dhe tani jam gati për t'i ikur. Do të thënë, nuk kam as lejtë punë as gjë. Nuk di se si do shkoj, por shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë. E do thonë ju ç'patë ti që i bëre këto lëvizjet, kështu. E para punës nuk kam takuar nipin akoma dhe vetëm unë e di se sa më qanë zemra. Dhe e dyta, im vlla ka ditëlindje dhe bën 30 vjeç në datën 9 shkurt. I bie që më datë 8 do nisem dhe do jem atje për ditëlindjen e ati. Dhe ata nuk e di. Se përmendur faktin që kam gati 4 apo 5 vjet që nuk shkoj në Itali. Jam detyruar t'i tregoj vetëm mamit sepse doja të më niste siguracionin, garancin, por jam bërë peshmaj që i kam treguar edhe asaj në fakt, se nuk doja që t'i tregoja, se kam frikë se mos ndoshta mami më ka lënë atyre të kuptojnë që unë do të shkoj. Dhe as Roani nuk e ka ditur fare gjithë këto ditë, më brëme ka marrë vesh, dhe u lë edhe reagimin e Roanit këtu kur i kam treguar që sot do të iknim për në Itali. Ta them apo jo? Po. Do ta them. Po. Neve nesër do ikim. Fol. 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 Te Arli. Nesër. Roani ka udhëtuar me avion kur ka qenë 2 vjeç edhe tani është 7 vjeç edhe neve pothuajse kemi gati 5 vite që nuk lëvizim për në Itali dhe normale që kemi emocione, por shpresoj shumë që të arrim mirë dhe çdo gjë të shkojë ashtu si duhet, sepse nuk do të vinë të na marrin as Daja në aeroport, por do të ikim me autobus edhe te ky vlogu ju do të shikoni film. Bosh, pisi. Tani. Hajde këtu nuk dukesh. E dhe që. Tani, pëse duhet kesh emocione për datën e Itali? Ti se mos ka me italian. E ka me babi të këtu. Kam vajtur, po ju bën shumë vite që neve s'po Që vemi. se babi? Ja, e babi që ka i kuta këtu. S'ka fletoar asnjë. Vetëm një ka fletoar. Ai njerëz.
Jemi në avion edhe Roani ka frikë nga turbulenca. Separate compartment for all your backpack, your jacket. Turbulența nu trebuie să ia altceva. Nu doar să te cași fix. Turbulența trebuie nu ca în balon. Haj njerëz, apo kam ardhur poshtë pallatit edhe për fat qelloi dikush që na ka sjell nuk e dera në shtëpis, asnjë nuk e di fare. Ai mban mend më. Ai mban mend të vendit. Hë? Hajde. Pritet çik. Hape ma. I Ramzile se edhe të shtëpia është vetëm mami. Se ka më lëguash? Ajo mendovi se ishte Kamila, po ne nuk u përgjigja. Çfarë? Ajo nëna e bëri toshi. Kemi ardhur në shtëpi. Tani mora dhe Join që i tregova, se nuk e dinte. Join do të në Shqipëri për momente. Unë jam të mami dhe nuk e di se si të kemi në flight. Jemi duke pritur të vi Kamila, sepse nuk di asgjë dhe mami po fur një plan që të sjelli vllajën këtu të shtëpia. Nuk e di nëna ku e ka lënë atë njerë. Atë me lajo me më. Ku me po të po të dera? Unë e thash, të kurim atje neve, i thashëm bler tani se i gjehet ajo dhe unë sola që të sola, thëmë, që zërëm shumë. Sa me Ishte shumë mire, nëse, ishte shumë mire. Rritë këtu Sarmare? Jo, rrinte në Igea Marino. Igea Marino? Se mos kalo. Po vjen Kamila. Kjo ishte surpriza numër 2. Kemi akoma. E di çfarë jam, stërvit ti më përdi. Ani buk me gjella, ta ngrënë e gjellën. Hajde, hop hop. Që jetemi. O ba, herë që po ben? I që sa erdha në shkollë jam shumë e lodhë. Edhe unë sa erdha nga shkolla. Mos na drejto sekretin se